A mund ta zbresim në aplikimin e këtij hadithi le të themi edhe të kombit shqiptar? Pra, a kemi borxh në kombit shqiptar që të kemi shumë pasardhës që ta shtojmë te komb? Ajo që na ka mbajt neve deri më sot është pikërisht kjo gjëja, sepse kombi shqiptar, pra populli shqiptar. 700.000 kemi qenë diku nga koha e Zogut. Pastaj u bë me miliona, pra nga që prindit tanë. Po, mos kishte vitalitet ky popull do të ishim mshuar me kohë. Kështu që është edhe si më thon atdhetari kjo punë. Pra jo vetëm fe dhe besim dhe sevap, po është edhe atdhetari. Edhe unë për Zotin, domethënë, më dhem shpirti kur shoh se vitaliteti ka rënë. Qartë. Vitaliteti ka rënë. Pra ne duhet të jemi shembull, ne duhet të japim shembullin më të mirë. A e dum Zotin fort, a e dum profetin Alaihissalam fort, a dum se vapën botën tjetër. Atëherë, inna naktubu ma qaddamu atharahum. Ne shkruajmë çfarë keni bërë dhe gjurmët. Fëmijët tanë janë gjurma më e mirë jona për të ardhmen. Dhe nga ana e, le të themi, atdhetarisë, ruajtjes kombit është të bëjmë sa më shumë fëmijë që të ruajmë gjakun, të shtojmë gjakun, sepse nuk dihet se si vjen jeta, dhe në momentin që nuk ka njerëz që kanë gjakun e këtij vendin, sado që të marrësh ti mercenar, sado që të marrësh emigrant, nuk e do vendin e vet askush siç e don. Ai që ka brez mas brezi. Ai që ka të vetin, si ta pejgamberi sa për Mekën. Tha, pasha Zotin, unë e di që je veni më i mirë, më i dashur te Zoti. Unë kurrë nuk do dilja prej teje, po mos më kishin nxjerr. Pra, dashuria për Mekën mbeti e fshehur dhe domethënë në brendësinë e tij alayhi salatu wassalam.